الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعونه تنال المنى وتبلغ الغايات. له الحمد كما ينبغي لوجهه وعظيم سلطانه. له الحمد في أول الأمر وآخره وباطنه وظاهره وعلنه وسره. وله الشكر على جزيل كرمه ووافر امتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القيوم الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وإمام الأصفياء والمتقين من عبد ربه حتى أتاه اليقين. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Falëndërimet I takojnë Allahut me mirësinë të cilit plotësohen veprat e mira, me ndihmën e Tij arrihen synimet e larta. Atij takon lavdi ashtu siç e meriton madhështia dhe pushteti I Tij. Atij I takon falëndërimi në fillim të një pune edhe në fundin e saj. Atë e falënderojmë për bujarinë e Tij të madhe edhe për dhuratat e Tij të shumta. Dëshmojmë se s'ka të adhuruar tjetër me të drejtë veç Allahut, I cili është I gjallë dhe I përjetshëm dhe I cili nuk vdes kurrë, ndërsa gjindët dhe njerëzit vdesin. Dëshmojmë se I nderuar jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguari I Allahut. Ai është I fundit dhe vula e profetëve dhe të dërguarve të Tij. Ai është prisi I të devotshmëve, I cili e adhuroi Zotin e Tij derisa I erdhi e vërteta, derisa I erdhi vdekja. Salavatet dhe selamet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e Tij, mbi shokët e Tij dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit e mëtej. O robër të Allahut, para pak disa ditësh ne pritëm muajin e Ramazanit me mall dhe dëshirë të madhe. Dhe ja ne tani I japim atij lam të mirën. Edhe sikur themi ose nuk kemi më gjë në dorë të themi, vetëm ta përshëndesim me selam, duke thënë selami, pra paqja, përshëndetje qoftë mbi ty o muaj I bujarisë dhe I agjërimit, o muaj I leximit të Kur'anit dhe I namazit të teravis, o muaj I përpjekjeve të shumta dhe I disiplinimit në fenë e Allahut Azza wa Jall, o ti muaj që ishe I mbushur plot me vepra të mira, të bëri Zoti I Madh shkak që të na pastroje nga gjunahet. Vëllezër besimtar, në çdo vit kur Ramazani është në përfundim, shpeshherë dëgjojmë shprehje mërzie, sikur se cili prej nesh nuk dëshiron që ky muaj të largohet. Po, zemra mërzitet kur besimtari ndahet me Ramazanin. Për arsye se ne nuk e dim a do ta arrijm përsëri vitin që vjen këtë muaj, a do ta kemi jetën e gjatë deri vitën tjetër. Ne këtë muaj të begat I japim lam të mirën, por duhet patjetër që në përfundim të këtij muaji disa përshpëritje apo disa fjalë të rëndësishme t'ia themi në vesh secilit prej nesh. Dhe kështu që kam zgjedhur në këtë hutbë 3 fjalë që ti përshpëris apo ti them qoftë në veshin tim apo në veshin
e secili prej jush apo atij që arrin ky mesazh. Bashkëritja e parë, që është shumë e rëndësishme, që ne duhet ta ngulisim mirë apo siç e themi ta vëmë vath në vesh për gjatë gjithë vitit që vjen, është kujto se një ditë do të largohemi nga kjo jetë. Agjërues i nderuar, sikurse ti i jep lamtumirën këtij muaji dhe mëson prej ti shpejtësinë me të cilën ikin ditët. Sa shpejt pra ikin ditët e Ramazanit. Kur e filluam, e ja tani jemi në fund. Sa shpejt mbushet viti dhe ikin kohët. S'ka dyshim se në këtë lëvizje të ditëve, të javëve, të muajve, të viteve, duhet ketë mësim për ne njerëzit. Allahu thot në Kur'an: "Yuqallibu Allahu al-layla wan-nahar, inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar." Allahu rrotullon netët dhe ditët. Pra ikin shumë shpejt. Në këtë ka mësim për atë që shikojnë dhe vështrojnë. Ne i japim lamtumirën Ramazanit dhe ne duhet kujtojmë se një ditë do t'i japim lamtumirën kësaj dynjaje, kësaj toke, kësaj jete, pra këtij krijimi që na ka vendosur Allahu Azza wa Jall. Por duhet pyesim vetët tona, çfarë kemi bërë ne? Çfarë do paraqesim ne para Zotit ton? Çfarë kemi përgatit? A jemi të gatshëm ne në çdo moment që të na vi kjo lamtumir të dalim para Zotit ton? Një udhëtar kur niset në udhëtimin e tij, qoftë ky edhe udhëtim i shkurtër, përgatitet, merr me vete gjërat që i nevojiten, që udhëtimi i tij të vazhdojë deri në fund. Vallë, sa e habitshme është kur ne si njerëz për udhëtimin më të rëndësishëm, për udhëtimin më të gjatë, udhëtimin e ahiretit të botës tjetër, nga vdekja deri në pafundësi, nuk përgatitemi pothuajse fare, ose përgatitemi shumë pak. Një person i tha profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam: "O i dërguari i Allahut, cili nga besimtarët është më i mirë?" Tha: "Ai që ka moralin më të mirë, ai është besimtari më i mirë." Pastaj e pyeti dhe tha: "Cili nga besimtarët është më i mençur, më i zgjuar?" Ai tha: "Ai personi i cili e kujton më së shumti vdekjen, dhe ai personi i cili përgatitet më së miri për atë që vjen pas vdekjes. Ky është më i zgjuar, më i mençur." Dhe vërtet i tillë është. Një nga dietarët e Islamit thotë: "Kush e përmend shumë vdekjen, pra lamtumirën, ndarjen nga kjo botë, Allahu e nderon këtë njeri me 3 gjëra. E shpejton pendimin. Pra kur bën gjuna e gabime nuk rri, ti mblidhen. Po më njëherë sa bën një gabim, bën një faj, bën një gjuna kundrejt Zotit ti apo krijesave, pendohet më njëherë. Tërhiqet, kthehet, e braktis të keqen. Dhe e dyta, është i kënaq me atë që ka. Atë që i ka dhënë Zoti, është i kënaq. Nuk mërzitet se ka pak, pse nuk ka më shumë. Po është i bindur që ajo është risku që ka caktuar Zoti. Edhe falenderon Allahun. Dhe e treta, është aktiv në adhurime, në ibadete. Pra është aktiv në atë që kërkon Zoti i tij, në detyrat që duhet bëjë në këtë jetë. Nuk është i plogësh, dembel. Ama nëse nuk e kujton shumë vdekjen, pra personi që nuk e kujton shumë vdekjen, thot ai ndërshkohet me 3 gjëra.
Pra e kundërta këtyre të parëve. E le mas dore pendimin. Thot ha se kam kohë. Jam i ri tash. Kur të kem që të plakem dhe pak, atëherë do bëhem njëri i devotshëm. Do i përkushtohem fesë Allahut. Do i le të gjitha, do fal namazin, do t'i le haramet, do përkushtohem fesë. Pra e len, ku i kemi ne të garantuar vëllezër? Që ne do të jetojmë gjatë. Ne s'kemi të garantuar asgjë. Ne nuk e dim se cilin moment mund ta vijë vdekja. Dhe e dyta, një që se kujton shumë vdekjen, nuk kënaqet me atë që ka. Le të jetë miliarderi i botës, është i pangopshëm. Se ai synon të jetojë përgjithmonë. Do të dalë kundër natyrës që e ka krijuar Zoti vet. Allahu e ka krijuar që të largohet nga kjo botë, jo të rri përgjithmonë. Mirë po ai, nga që se kujton vdekjen, nga që mendon që do rri po këtu, nuk kënaqet me atë që ka. Ndërsa e treta është shumë dembel, pra, ku nuk e kujton vdekjen shumë, me zor të falet. Sikur po ngrej malet, jo po rrin në këmbë para Allahut të Zotit. Me zor të agjëroj, i duket si pale do vdes, po agjëroj, po ngeli pa ushqim një vakt. Nëse do të lexoj Kur'an, i duket sikur ç'a do bëj në shkencë madhe, po lexosh fjalët e Zotit tënd. Nëse do të jap një sadaka, domthon, apo do sillet mirë me prindrit e tij, apo do të jetë i moralshëm me krijesat e Zotit, i duket sikur do bëj gjë të madhe. Allahu na bëf për atyre që tregohemi të moralshëm dhe të mençur në këtë jetë o besimtar. Pra të kujtojmë sa më shumë vdekjen ton, fundin ton. Një person hyri nga një nga shokët e profetit ton Muhammed, që ishin modeli i besimtarve, modeli më i lartë. Ebu Dherr quhet. Allahu qoftë i kënaqur me të dhe gjithë shokët e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Kur hyri në shtëpinë e këtij sahabiu, pa që ai nuk kishte gjëra, as orendi, as shumë ushqime, gjëra nga ato që marrin njerëzit normal, për një jetë normale. Po thuaj se s'kishte fare. Dhe i tha: "O Ebu Dherr, ku i ke ti senet e shtëpisë, sendet tuaja, ku i ke?" I tha: "Ne kemi një shtëpi tjetër, tha, që gjitha gjërat e kësaj i çojmë për atje." Pra, po ta kapësh ti që se kupton? Thuaj, pas në një shtëpi tjetër ky, në një vend tjetër që po i çon. Megjithatë ky person e kuptoi dhe i tha: "Po ti patjetër duhet mbash diçka në shtëpi, nuk mund ta lësh shtëpinë kështu." Atëherë ju përgjigj. "Gjotha, di se është puna? Ai Zoti i shtëpisë nuk na lën. Nuk na lën tha këtu të rrim rahat." Ai e kishte qëllimin tu Ebu Dherri, që shtëpia është dynjaja, është kjo jetë që në cilën jemi ne. Pronari i shtëpisë është Allahu. Dhe Allahu ne nuk na lën të jetojmë këtu përgjithmonë. Nuk do na lë këtu. Se na ka sjell për qëndru pak, të kryejmë misionin, adhurimin e tij, bëjmë detyrat dhe të ikim. Prandaj thot Allahu: "Ya qaum, innama hadhihi al-hayatu ad-dunya mata' wa inna al-akhirata hiya darul qarar." O populli im, pra, besimtari i familjes faraonit ju drejtu popullit vet duke i thënë: "O populli im, dijeni se jeta e kësaj bote është një përjetim i shkurtër, domethënë. Dhe bota tjetër është vend banimi i rehatshëm." Pra që nuk do të bezdis askush. Allahu na bëf banor të xhenetit të tij. Fudejl ibn Iyad radhiyallahu anhu, një nga dietarët dhe edukatorët e mëdhenj të Islamit, u takua me një person dhe i tha: "Sa vite ke? Pra, sa çamoshe ke?" I tha: 60 vite. Tha: 60 vite edhe ti ecën drejt tek Zoti yt, apo shkon tek Zoti yt? E i tha: "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Pra kur kujton një fatkesi si vdekja, duhet të thush këtë fjalë. Tha: "Te Allahu jemi dhe tek ai kthehemi." I tha Fudeli: "A e din ti çfarë do me thënie ka kjo fjalë?" Tha: "Na tregova Ebu Ali." Pra se ai si ishte dietar, njëri i thjesht. Tha: "Na trego ti pra." Pastaj tha: "O Ebu Ali, babai Aliut."
Tha, nëse ti do të thuash që te Allahut jemi, po thua që jemi rob të Allahut, dhe se do të kthehemi tek ai. Po tha. Ama nëse ti e qun veten të tillë, duhet ta dish që do qëndrosh para ti, para Zotit tënd. Po nëse do të qëndrosh para Zotit, dije se do pyetësh. Ama po u pyete, atëherë përgatitu t'japësh përgjigje. O vlla, do përgjigjesh për çdo gjë. Jetën, si e ke kalu? Rinin, ku e ke çu, ku e ke shpenzu? Pasurinë, si e ke fitu? Dhe ku e ke çu? Për çdo gjë që bëjmë dhe veprojmë dhe flasim, do na marrë përgjegjësi Allahu Azza wa Jalla. Prandaj kur dëgjoj këtë fjalë tronditse, ky njeri tha: La hawla wala quwata illa billah. Thot, vetëm prej Allahut ka ndryshim dhe forcë. Si t'ja bëj tani, tha? Se e pa veten në pozitë vështirë. I tha, është e lehtë, tha, e lehtë është. Në këtë jetën që të kam bet, pra sa do jetosh pas 60-s, bëj mirë, pra bëj çdo gjë që duhet që është e mirë. Dhe Allahu ato të kaluarat ti fal. Ama nëse ti bën kundërtën në këtë që kam bet, dije se do t'japësh përgjegjësi për atë që ka kalu dhe atë që vjen. E dyta përshpëritje, pra pasi që tham kujtojmë lamtumirën që do t'japim kësaj bote, është iyakum an takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Keni kujdes besimtar pas përmbushjes së këtij muaji, mos u boni si ajo gruaja që e end pëlhurën e vet, apo trikon e vet, apo rroben e vet, si mund t'i themi ne, pastaj e shkep atë domon. Si është kjo porosi, ose si ka lind kjo? Është porosi, kjo është një përshpëritje shumë e rëndësishme. Pra kur ti e bën një punë, e plotëson, mos e çon dëm atë. Thuhet se në Mekë ka qenë një grua me probleme mendore. Kishte punëtore dhe ja nisnin që në gjes herët, punonin, leshin e endnin, e bënin pëlhur deri mas ditë e vonë. Kur e kishin mbaru gjitha të punë, kjo e kapte atë fien, edhe shqepte gjithën dhe e çonte dëm të punë gjatë gjithë ditës. Dhe këtë bënte për çdo ditë. Pra, nuk kishte mendjen në rregull. Secili për nesh do thot, sa gabim. Kjo nuk është e rregull menderisht. Po bën shumë gabim. Nuk bëhet kjo, nuk ka logjik kjo. Pra direkt e themi, ama e vërteta është se fatkeqësisht shumë nga ne të mençurit e bëjmë një veprim të tillë pa qenë të vetëdijshëm apo të vëmendshëm. Si ndodh kjo? A e gjërojmë Ramazanin ne? A bëjmë kaq shumë punë të mira gjatë Ramazanit ne? A falim namaz me përpikmërinë në Ramazan ne? A lexojmë Kur'an në Ramazan? A bëjmë dua në Ramazan? A japim sadaka në Ramazan? A bëjmë çdo punë mundshme që mund na jepet mundësia në Ramazan? Po, i bëjmë. Ama shumë prej nesh, Allahu na ruaj na fal, sa po mbaron Bajrami, ai sikur s'ka qenë në Ramazan. Pra sa po mbaron Ramazani, ai sikur s'ka qenë në Ramazan. Ai len gjitha, ose nëse nuk i len gjitha, len një pjesë të mirë të tyre. Edhe ky vëllezër i ngjan veprimit të kësaj gruaje me probleme mendore. Prandaj Allahu na ka sjell të shembull në Kur'an ne me të ku thot: "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Mos u bëni si ajo grua e cila pasi e ka hindur pëlhurën e saj e të shkep e çon dëm. Pra kjo vëllezër është një porosi shumë e rëndësishme. Me qëllim që ne Ramazani jon, përpjekjet tona në Ramazan,
mos na shkojnë dëm, por të qëndrojmë solid, të qëndrueshëm edhe pas Ramazanit. Profeti jon Muhammed alayhi salatu wasalam një ditë i tha njëri prej besimtarëve shokut të tij, që quhet Abdullah ibn Amr, i tha: "O Abdullah, mos je si filanit, a mos u bëj si filan person", nuk e përmendje, i cili falej natën, pra, siç falim ne taravit në Ramazan, dhe e la pastaj. Nuk do të jetë besimtar i bën punë të mira dhe t'i le, mundësisht i shtoj punë të mira. Kjo kërkohet nga besimtari. Gjithashtu, gjatë Ramazanit, personi, muslimani, ka agjëruar në shumë gjëra, jo vetëm nga ushqimi dhe pija, po ka agjëruar me gjuhën e tij, është përpjek, mos nxjerrë nga gjuha e tij fjalë që s'duhet. Duhet vazhdoj të jetë i tillë edhe mas Ramazanit. Ai në Ramazan është përpjek që me syrin e tij mos shoh atë që s'duhet. Duhet vazhdoj të jetë i tillë edhe pas Ramazanit. Ai është përpjek që gjatë Ramazanit me veshët e tij mos dëgjoj atë që s'duhet. I tillë duhet të jetë dhe duhet vazhdoj besimtari o vëllezër edhe pas Ramazanit. U tha një nga dietarëve të Islamit që quhet Bishr al-Hafi, disa njerëz përpiqen dhe bëjnë shumë adhurime në Ramazan. Alhamdulillah, kemi pa në këto ditë edhe na bëhet qefi shumë të rinj që kanë nxituar drejt xhamive në orë të vonat natës, edhe me shi. Kjo është gjë e mirë. Allahu ja shpërblet dhe Allahu ja shtoft besimin, imanin dhe veprat e mira. Ama ky dietar i thot, sa njerëz këqij janë këta, thot, të cilët nuk e njohin Allahun vetëm se në Ramazan. Ai që është njeri i mirë, besimtar i mirë, ai përpiqet dhe adhuron Zotin e tij gjatë gjithë vitit, gjatë gjithë jetës së tij. Allahu na bëft të tillë. Përshpëritja e tretë dhe e fundit, inshallah, e rëndësishme në këtë fund Ramazani, që duhet ta kemi ne gjithmonë në vetdijen tonë, është al-qabul. Të interesohemi që veprat tona të na i bëjë Zoti kabul, që të na i pranojë Allahu azza wa jall. Ne kemi bërë pra këto punë të mira, kaloi Ramazani, namazi teravive, zekati, sadekaja, hatmet e Kuranit, lutja, dhikri i Allahut azza wa jall, e shumë nga vepra tjera të mira. Mirë po Allahu thotë besimtar, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allahu e pranon, pra i pranon Allahu veprat e mira nga njerëzit e devotshëm. Para tanë përpiqeshin shumë që ta kryenin një vepër, ama kishin stres të madh ose preokupim të madh që punët e tyre të ishin pranueshme tek Zoti i Madh. Se ne vërtet e bëjmë një vepër, edhe agjërojmë, falemi, bëjmë dua, po nuk e dim, a na e pranon Zoti ynë apo jo. Prandaj Aisha radhiyallahu anha, bashortja e profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, një ditë e pyeti profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam për një ajet Kur'ani. Pra se çfarë do me thënie ka ky ajet? Ku thot Allahu Zoti ynë, "Walladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un." Dhe ata të cilët ofrojnë atë çka ofrojnë, pra nga punë të mira, çdo që të jetë nga punë të mira. Mirë po, zemrat e tyre janë të frikësuara se do kthehen tek Zoti i tyre. Pra janë në frikë. Atëherë Aisha i tha profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, "O i dërguari i Allahut, kush janë këta? A mos vallë janë ata që pijnë alkol? A gjunah i madh, Allahu na ruaj. A mos janë ato që vjedhin? Gjunah i madh." Pra kështu mendoi Aisha, pra se janë këto njerëzit e këqij që kanë frikë se nuk i pranohet, apo që janë në gjendje situatë keqe. Profeti Muhammed ja ktheu, "O e sinqerta, bija e të sinqertit. Këto janë
ata që agjerojnë, ato që falen, ato që japin sadaka, lëmosh, por kanë frikë se Allahu nuk ja pranon. Pra kanë frikë se nuk e din, ato po bëjnë përpjekjet, ama nuk janë të sigurt që Allahu Azza wa Jall do t'ja pranojë. Me të vërtet vëllezër, në këtë fund Ramazani, ne duhet kemi të lloj preokupimi, që do të na pranojë Allahu Azza wa Jall agjërimin, dhe ne duhet i lutemi shumë Zotit ton, që të na i pranojë agjërimin dhe të na i pranojë gjithë punët e mira. Thot një nga dietarët e Islamit, Abdulaziz ibn Rawad, Allahu më shiroft, thot kam arritur njerëz të cilët përpiqeshin të bëjnë vepra të mira dhe pasi përfundonin kishin një preokupim madh që Allahu t'ja pranonte ata. Dhe madje kishte prej tyre që thonin, nëse Allahu ma pranon qoftë edhe një rekat namaz, atëherë nuk do t'ja dija më. Pra se do të thot kam arrit fitore, sepse Allahu thot innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allahu e pranon prej njerëzve të devotshëm. Nëse ta pranon, atëherë ka regjistruar Allahu si njëri i devotshëm dhe kjo është sukses i madh. Kështu që ne vëllezër në fund të këtij muaji, apo siç kanë thënë shumë nga besimtarët, thonte ja lejta shi'ri men hadha al-maqbul fanuhannihi wa men hadha al-mahrum fanu'azzihi. Mirë për nefa. Kush do jetë ky i pranuari, ta urojmë. Që e ka pranuar Allahu, ta urojmë. E kush do të jetë ky i privuari, që ta ngushëllojmë. Pra se me të vërtet, ky është urimi më i madh, që të na pranohen veprat e mira agjërimi dhe s'ka ngushëllim që mund na ngushëllojë Allahu na ruaj nëse nuk na pranohet agjërimi. Kështu që vëllezër, të përpiqemi që pas Ramazanit ta mbajmë rrugën e drejtë. Të jemi në përpjekje të punëve të mira, përpiqemi sa më shumë që dalim nga kjo botë të fituar, dalim nga kjo botë me shumë vepra të mira të pranuara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Falënderimi i takon Allahut Azza wa Jall, Zotit të botëve. Përfundimi i mirë do të jetë për njerëzit e devotshëm, për njerëzit e mirë, për besimtarët e Allahut Azza wa Jall. Muslimani nuk ka armiqësi vetëm ndaj atyre që janë zullumqtar pa drejtë. Dëshmojmë se s'ka të adhuruar me të drejtë veç Allahut, i cili është i vetëm dhe i pashok, dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguar i tij. Inshallah doja edhe dy gjëra t'i kujtoj në këtë hutbë të fundit të muajit Ramazanit, me që ne jemi afruar mbylljes së tij. E para zakati i fitrit dhe e dyta namazi i Bajramit. Vëllezër, në përfundimin e këtij muaji të agjërimit, profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam na ka bërë detyrë, obligim ajo që quhet zakatul fitr, ose zakati i fitrit, ose sadakaja e fitrit, ose lëmosha e iftarit apo e thyrjes apo përmbylljes Ramazanit. I cili është një, mund të themi ndoshta edhe simbolike, si lëmosh, apo si sadaka, apo si zakat. Edhe është një enë profetike, një sa. Profeti Muhammed, apo në atë kohë njerëzit masnin me enë, si një kove vogël, që quhet sa, e cila e konvertuar sot në ditët tona, është 3 kg ushqim, nga ushqimi bazë i njerëzve në cilin do vend qofshin. E përcaktuar pastaj në lekë sipas komunitetit musliman është 4000 lekë të vjetra. Por mirë është njeriu me dorën e vet ta jap ushqim e ta ruaj traditën e profetit sallallahu alaihi wasallam.
qoftë 3 kg oriz, makarona, miell, fasule. Pastaj nëse do me shtu ta bëj akoma më plot se 3 kg, është në dëshirën e tij. E ka obligim pra se cili individ për veten e tij, nëse është krye familjar, duhet t'jap për gjithë familjarët e tij. Madje kanë thënë dietarë që është mirë t'jap edhe për foshjen në barkun e nënës. Është e pëlqyeshme t'jap dhe për të. Pra kjo është detyrim që duhet ta jap secili besimtar. Një enë me ushqim pra 3 kg. Pse është kjo? E para është që ditë Bajrami, kur në cilën do kohë të historisë, në cilën do vend, nuk duhet ketë njerëz musliman që nuk kanë çat hajër, ushqim në ditë festë. Dhe e dyta, kjo shërben me lejen e Allahut si pastrim. Si pastrim i gjërave të vogla, gabimeve që ne mund të kemi bërë gjatë agjerimit tonë. Dhe e dyta, çështja e Bajramit, Bajrami do të falet ditën e diel besimtar edhe në këtë xhami në orën 7:30 minuta, do të keni parasysh që ndrohet ora, por do të shkurtimisht disa gjëra rreth Bajramit që duhet t'i themi. E para sa po të mbaroj mbyllet agjerimi, pra ditën e shtunë në akşam mbyllet agjerimi, pra se e përfundojnë. Që nga i moment derisa të falet Bajrami, është mirë që ne si besimtarë bëjmë tekbire. Themi Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Pra në vete, mundësisht ta themi sa më shumë, sepse Allahu në Kur'an e thot: "Walitukmilu al-idda walitukabbiru Allah ala ma hadakum." Ta plotsoni muajin, pastaj bëni tekbire, ta madhëroni Allahun për shkak që u uzoi. Ai u bëri besimtar, musliman dhe agjerues të muajit Ramazanit. Pastaj është mirë që mos fal asgjë përveç se farzit të namazit yatsis, edhe namazin e vitrit. Pra nuk pëlqejet që të fali namaz taravije në natën e Bajramit, por të flej shpejt. Pastaj të nesërmen, ai duhet pasi e ka dhënë sadekan e fitrit, pra, se nuk duhet vim kur të falemi, duhet të ketë marrë punë me sadekan e fitrit, lahet, vesh rrobat më të mira që ka, mundësisht. Pastaj vjen, nëse është afër, të vi në këmbë, në xhami, vije në xhami, fal 2 rekat namaz nëse është xhami, tulet, të pres derisa të vi imami, edhe të vazhdoj me tekbiret derisa të filloj dita, derisa të filloj falja e Bajramit. Falja e Bajramit o besimtar, sipas mendimit më të saktë të dietarëve, është detyrim për çdo musliman. I madh i vogël, plak, edhe fëmijët, gjithë është mirë t'i marrin njerëzit tonë për ditë Bajrami në xhami. Të paktën një herë në vit, çdo person, çdo njeri duhet vi ta falë këtë namaz. Elusim Allahun Azza wa Jall që të na i pranoj agjërimin ton, namazin ton, na i pranoj punët e mira. Elusim Allahun Azza wa Jall që gjithmonë të jemi në lartësinë e duhur, në përpjekje për qenë sa më të gatshëm në zbatimin e urdhëresave të Zotit ton. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.